ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Kushdo që e ban një të keqe, një mëkat Allahut, apo i ban padrejti vetës ti, pastaj i kthehet, i kërkon falja Allahu Dhul Gjelal, yajidillahu ghafuran rahima, ka për ta gjetë Allahun falës dhe mëshirues. Ky ajet është ajeti që jep shpresë besimtarit mëshirën e Allahut. Transmetohet në një ngjarje nga Muhammed ibn al-Muntashir se erdhi një burr tek Omeri radiallahu anhu dhe i tha: "O Omer, unë kam gjetë ajetin më të ashpër në Kur'an." Omeri e merr shkopin dhe e goditi atë burr dhe ai u largu. Vjen të nesërmën dhe tash po e pyet Omeri, thot, cili është ajeti më i ashpër që pas ke gjetë? Çka të ka bot ty me hulumtu që me gjetë atë ajet? Ai burri po i thot Omerit radiallahu an: Allahu Dhul Gjelal në Kur'an po thot: "Men ya'mal su'an yujza bihi." Kushdo që e ban një të keqe ka mund dëshku. Dhe Omer radiallahu an thot: "Po ta pyes tash ajetin se dje nuk më ka zonë gjumi prej frigës trishtimit që e ka pas. Dhe na nuk kemi pas mundësi, nuk na ka bot dobi as ushqimi e as pija derisa Allahu e zbriti lehtësimin pas këtij ajeti ku thot: "Wa men ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafuran rahima." Kushdo që e ban një të keqe apo padrejti vetës vet, pastaj i kërkon falje Allahu Dhul Gjelal, ka me gjetë Allahun falës dhe mëshirues. Mësimi prej kësaj ngjarjes dhe prej këtij ajetit se më i miri prej nesh është ai që i kërkon falje Allahut me njerë pas mëkatit që e ka bo. E shpreh pishmallokun e tij, e shpreh mërzinë e tij, e shpreh hidhrimin e tij. Ti që i ban mëkat Allahut, çfarë ndjenje ki? A e ki ndjenjën e njëjtë sikur që e kanë pas të parët tonë që nuk e kanë bot gjumin në rahat shkaku i mëkateve? A e ki ndjenjën e njëjtë që nuk ju ka bot dobi dhe nuk e kanë shiju as ushqimin as pijen derisa e kanë kërku falje Allahu Dhul Gjelal? Ashtu si që tregon Omeri, thot, nuk më ka zonë gjumi prej frigës, prej trishtimit, kur e kanë dëgju ajetin se kush i ban mëkat Allahut ka mund të shku. E dyta, shpresa në Allahun është gjithmonë e madhe. Është shpresë që nuk shteron asnjëherë, kur nuk përfundon. Shpresa në mëshirën e Allahut. Edhe pse i ban mëkat Allahut, pastaj i kthehesh Allahut me një pendim të sinqert, duke u mos u kthyer prap mëkatet e tua, ke me gjetë Allahun falës dhe mëshirues. Është edhe një ngjarje tjetër transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu an, i cili thot në Kur'an janë dy ajete që nuk ka ndonjë besimtar që i lexon këto ajetet pas mëkateve vetëm se Allahu t'ia fal gjunahet. Dy burra nga Basra ndëgjuan këtë fjalë nga Abdullah ibn Mesudi dhe u nisën për tek ai me pyetje se ku janë këto ajetet. Kur shkon tek ai, Abdullah ibn Mesudi thot: "Shkoni dhe pyetini Ubej ibn Ka'b radiallahu an, i cili ka qenë njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është njoft mesin e sahabëve për njohurit mbi Kur'anin." Kur shkon tek ai dhe e pyetën se ai ka ndëgju nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai u tha: "Lexoni, thot se keni me gjetë. Filloni leximin e Kuranit derisa të arrini te këto ajetet." Shkuan ato dy burrat, u kthyen pas një kohe dhe thot: "Ne lexuam dhe i gjetëm dy ajete në surën Ali Imran dhe në surën Nisa, ku Allahu thot: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah." Ata të cilët kanë bo vepra të shëmtuara, mëkate, i kanë bo padrejti vetës së tyre, pastaj e përkujtojnë Allahun dhe i kërkojnë falje Allahu Dhul Gjelal, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, e kush i fal mëkatet përveç se Allahu Dhul Gjelal. Ajeti i dytë në surën Nisa: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillahu ghafuran rahima." Kush i ban mëkat Allahut dhe padrejti vetës tij, pastaj kërkon falje Allahut, ka me e gjetë Allahun falës dhe mëshirues. Po ja tregojnë Ubej ibn Ka'bit këto dy ajetet dhe Ubej ibn Ka'b po ja konfirmon, thot këto dy ajetet janë ajetet që kush i lexon, jo vetëm lexim të rëndomt, po kush i jetson dhe i shtin në praktik në jetën e vet,
që do të thotë ti në momentin që i ban mëkat Allahut, pastaj i përkujton Allahun madhështinë që e ka, mëshirën e madhe që e ka dhe i kërkon falje Allahut, yajidillahu ghafurur rahima, ke për ta gjetë Allahun falës dhe mëshirues. Lutim Allahun që gjithëve neve Allahut na fal.